Jemi në këtë pjesë të fundit në fakt që jemi me Aldon dhe po kënaqeshin se po tregonim eksperienca të bukura udhëtimesh. Treguam po flisni mirë për Amerikën, zotja ose zonja ambasador, çka kemi? Eksperienca të frikshme. Zonja po zot ambasador kemi. Zonja është mos e re, mos e bëjnë. Po. Zonja ambasador Amerika është e papar. Dhe realisht e duam shumë. Po çon si ka gjinia, çon si ka gjinia, çon si ka. Hapa ambasada. Ka marrë vizën e këtë? Gjithsesi po tregonim eksperiencat e udhëtimeve. Cila është eksperienca më e keqe që ke patur ndonjëherë në ndonjë udhëtim që ke bërë? Ose më e frikshme, ose më e çuditshme, quaj ç'a duash. Më e keqe. Po e frikshme për shkak ka qenë se e keqe nuk po e gjej dot për momentin, po e frikshme për shkak. Ka qenë një fluturim që bëm për në jug të Italisë, edhe ishte akoma periudha që në aeroport kishte akoma këto avionët me helika. Me helika. Edhe përtej tensionit edhe ankthit që duket si diçka shumë dated, shumë e vjetruar dhe thua punon mo kjo gjë apo jo, po qelloi që ishte edhe një mot i tmeshëm, domethënë lëkundje non stop, po ishte pastaj fillon të mësohesh, po hera para Italisë i ka rrugët me gropa. Eksakt. Ka rregulluar atë. Kan vjedhur aty. Edhe patë frikë vërtet se mund të binte avioni. Po super tension, ndjesh ftofta non stop gjithkohës. Çfarë mendoje në ato momente? Jam tip që kam qenë shumë i vogël për të pasur një gjë të madhe për të humbur, përveç se të ardhmës. Po që dhe jetës. No, thjesht mendova që do hyj më. Mendova që do kthehem me makinë. Është sigurt thash. Unë do kthehem me makinë dhe s'kam avion. Domethënë aq tmerr më bë. Po kur përballesh prapë te fluturimi i radhës, sa të bëj 13 orë me makinë. DiCaprio më duket ka rrezikuar 3 a 4 herë të t'i bie avioni. Ka patur edhe një shpërthim nëse nuk gaboj DiCaprio të një motorave. Nga që ai ende deri në atë moment kishte fituar një Oscar, ta zoti jo prita marri. Eksakt. Sekond fundit e ka pas zoti. Kush po ikën tani Leonardo? Ky s'ka marrosur akoma. Udhëtimi më i bukur, ç'a kishim? Jo, patjetër që për udhëtimet, por doja ta pyesja pak për filmin më. Po patjetër. Ta pyesja pak për filmin këtë copës të fundit, ta ndajm pak me filmin sepse ti po udhëton edhe fal filmit besoj sot. Kështu që filmi po shkon kudo, super sukses, me një super cast dhe besoj se e ke shijuar. Shikon, ndodh diçka. Në filmin e parë që bën Policë për kokë, gjithë faza e marketingut edhe të premierave dhe të fushatës edhe të tureve, po themi kaloi shumë shpejt. Dhe kalon me një lloj energjie që ti kur kthehesh mbrapa thua sa shpejt kaloi, nuk e shijova dot. Mendova që kësaj herë do e shijoja pak më ndryshe, po siç duket është e thënë që ajo lloj energjie ka një ritëm të caktuar shumë shpejt që nuk ndalon të marrësh frymë dhe ta shijosh për atë që është. Policë për jetë shkoi shumë mirë, u prit shumë mirë edhe nga publiku, produksioni ishte shumë i mirë. Ku ju çoi larg premier? Ku ju çoi larg? Në Amerikë. Në Amerikë të çoi, apo jo, ikën tani. Tani do ikim në Amerikë. Jo, tani do ikim nisim me New Yorkun në datë 8 qershor dhe pastaj vazhdojmë me qytete të tjera, Chicago, Detroit, Boston, Philadelphia dhe Miami. Ma thoj si është ndjesia të kthehesh si regjisor në Amerikë. Shumë e bukur. Doja ta humbja këtë udhëtim. Shumë pyetje e vërtetë, domethënë, nuk doja ta humbja sepse tani po shkoj me film, domethënë po shkoj te komunitetet tona shqiptare për ta ndarë këtë projekt me ata, do shkojmë bashkë me castin e aktorëve, mezi po përshëndaj si projekt, është kënaqësi shumë e veçantë të shkosh të prezantosh një projekt nga Shqipëria, po themi, patjetër që po. Ti jemi me këmbë tokë, ti jemi mirënjohës, patjetër që po. Problemi im është që un kam i problem shumë madh Ariole që kam. Ti ke shumë probleme, ëh. Kështu ke vetëm një nga afër e di po hajt. Kam një problem. Ti probleme shumë Kam shumë pritshmëri nga vetja. Po në të njëjtën kohë duhet më ndaluar dhe më kuptoj që ca gjëra që i bën check duhet i vlerësosh. Unë kur isha në premier këtë i thosh Aldos, o Aldo, e kupton që këta kanë ardhur për ty, për filmin tënd dhe më thoshte po më plak, po dhe vazhdon të kishte halli. Shko, se kam se o Aldo kanë ardhur për ty. Ja diskena aty që se nuk o Aldo kanë ardhur për ty, shihni pak. E marrëm në premierën. Mendoj që e kanë gjithë ata që duan të shkojnë gjithmonë lart. Mendoj që është një nga gjërat që nuk ja falin vetes apo që janë gjithmonë kritik ndaj vetes. Janë njerëz që duan të shkojnë gjithmonë më lart. Po unë mendoj që të paktën ky film ishte super cool. A jeti Aldo nga ata njerëz që pa mbaruar akoma një projekt, si më thënë dhe pa dal premiera, ti ndërkohë ke filluar të mendosh për projektin e radhës? Po, e vërtet. Nuk mundem dot të bëj ndryshe. Ngacmohesh me ide, është ai ritmi, është shumë e rëndësishme për shembull eci në jetë me momentum. Tipi do mendoj që shumë e rëndësishme të ndërtosh një momentum, sepse në moment që bie momentumi, duhet ta rindërtosh nga fillimi si një ortek. Ndërkohë që kur topi është bërë i madh nga orteku, është shumë më kollaj ta vazhdosh atë top, sesa ta lësh të ç'bëhet dhe pastaj ta rikrijosh dhe një. Pra inercia
kur ti je në një inerci që mund të jetë energjitike fal edhe filmit, ti vazhdon jesh kreativ, je tani po shkruaj projektin e radhës, me qira fjalën. Film? Film. Shkurtër i gjatë. Dëshirojmë shumë shpejt. I gjatë. Okej, super. Shumë interesant, nuk është për konkurs, për konkurs apo për artistik apo jo, artistik. Është film për kinema, për publikun e gjerë, për të fryrë. Mos jetë polic streshi. Jo, kjo është një gjë më e lezetshme. Shiko, mund t'i bëj një vërejtje Aldos këtu në radio tani? Jo vetëm Aldos. Kam 2 shok regjizor dhe të dy me super sukses. Të dy me super sukses, Bjordi dhe Aldo. Si mos më gjetë një cop vend mua për tek filmi. Po një cop, një të kaloja në sfond aty një herë kështu. Një figurant, një emisione, bulltime me këta një kaloja më të më shtypte makina, një gjë kështu. Jo motrën tënde. Ka ardhur roli i duhur, do vija i roli. Streca për 3 filmat e kaluar që ose s'kan ardhur lekë të duhur. Ose do të vija me sponsorin e duhur, Varia. Gjithsesi ka qenë një sukses pa diskutim. Po diçka që prit në lidhje me këtë justifikatë, me dëshmi. Tani ky djalë nuk shpëton nga unë pa një rol. Po duhet gjetë diçka shumë e bukur që t'i rri perfekt edhe të jetë kështu që thotë yes ja vletin. Pa thash, më gjej një rol të më rraj në në film. Jo, më as të më rra, në film nuk më rra. Ose të rrihje, për shkakun se je edhe muskuloz. Në një film të më rrinin, por nuk u realizua dot. Nuk të rra. Të më shdopni në film. E po të lutet njeriu të rrihet. Nuk e di. Role mos nuk e di, për shkak, po Arione ka qenë goxha support për këtë film. Unë Arione kam shumë xhan. Do të thënë është super çon. Faleminderit. Për zotin dhe ka qenë edhe shumë suport dhe Arioni ka diçka shumë të keqe, më thonë se është shumë mirë që nuk kërkon asgjë mbrapsh. Dhe por respekti për Arionin për mua. Të kërkuar që bëri tani Arioni. Jo, këtë ja kam premtuar më parë se ma thonë ai, po me projektin e dur, sepse në të njëjtën kohë duhet ja kthej respektin mirë dhe jo me një diçka të vogël, tipit duhet që të jetë një rol tamam. Dhe këtu do të jemi në intervista të tjera. Shkruan një film të radhës, Arion. Tani do ta shkruash edhe për qartë rolin tim, okay? Dhe i keq dua të jem. Aldo Marku, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë faleminderit që bisedove, tregove dhe rrëfeve jo vetëm eksperiencën tonë së bashku, por edhe këto të tjera që lidhet me botën tënde dhe me filmin. Turoj suksese me shpresë që Amerika të jetë një shpërthim i madh për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit Aldo, ishte shumë kënaqësi. Ndërkohë do të vazhdojmë me programin tonë, se vetëm pas pak do të ndajmë të tjera informacione për Bangkoku, nuk kemi mbaruar me programin dhe s'kemi mbaruar edhe me muzikën e mirë, kështu që qëndroni me ne në Top Albania Radio në Trip Top.